Kishte ardhur në Shkup për të marrë pjesë në disa takime dhe konferenca dhe me këtë rast dëshiroi ta vizitoj edhe rajonin e Tetovës. Donte të takohej, siç thot, me vëllezër dhe motra tanë këtu, si dhe të vizitoj xhaminë e Larme në kuadër të programit organizuar nga ambasadori i Turqisë në Shkup. Kështu deklaroi për televizionin Koha ish-ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu gjatë vizitës në xhaminë më të njohur të Tetovës, i shoqëruar nga ambasadori i Republikës së Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy. Teksa nuk deshi të prononcohet për zhvillimet në lindjen e mesme me tekst të veçantë krizën me luftën në Iran, ish-shefi i diplomacisë turke nuk e fshehu mahnitjen nga bukuria e xhamisë së Pashës, por potencoi se disa pjesë kanë nevojë për restaurim. Hem bakan olmadan önce milletvekiliyken hem de Dışişleri Bakanıyken buraya da daha önce gelmiştim. Kam ardhur këtu edhe para se të bëhesha ministër, kur isha deputet, por edhe gjatë kohës kur kam shërbyer si ministër i punëve të jashtme. Tani që ndodhesha përsëri në Shkup, dëshirova të vija edhe një herë në këtë qytet. Falenderoj ftyrën e nderuar, zëvendës ministrin e Kulturës dhe Turizmit, kryetarin e komunës dhe të gjithë miqtë që na pritën me ngrohtësi dhe treguan interesim të veçantë. Vizituam xhamin, mendoj se disa pjesë të saj kanë nevojë për restaurim, por kjo kërkon kujdes të madh sepse xhamia është një monument historik dhe një vepër arti. Ajo po shqyrtohet edhe nga ekspertët përkatës. Drejtoria e përgjithshme e vakëfeve ka marrë përsipër përgjegjësinë për realizimin e restaurimit. Shpresojmë që si gjithmonë Turqia do të vazhdojë të bëjë gjithçka që ka në mundësi për ruajtjen dhe restaurimin e veprave të trashëguara nga të parët tanë. Mysafirët e lartë nga Turqia u pritën edhe nga myshtyrë i Tetovës Selver Xhemaili, i cili Çavuşoğlu'n e vlerësoi si mikun e shqiptarëve. I pranishëm në këtë pritje ishte edhe zëvendës ministri i Kulturës Sedat Sulejmani, i cili diplomatin e lartë turk e quajti miku im i vjetër, por nuk mungoi as edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili potencoi se kanë diskutuar për bashkëpunimin e shkëlqyer mes dy vendeve dhe mundësitë për thellimin e këtij bashkëpunimi në interes të ekonomisë dhe zhvillimit. Mevlut Çavuşoğlu aktualisht është deputet dhe kryetar i deputetëve të NATO-s në Parlamentin e Republikës së Turqisë.